Dëgjoni këtë hadith që është shumë i rëndësishëm në të njëjtën kohë, hadithi Jabir ibn Abdullah që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu ilman nafi'a." Luteni Allahun për dituri të dobishme. "Wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa." Dhe kërkoni ndihmë Allahu të ju ruaj nga dituria pa dobishme. Cila është dituria dobishme? Gjithçka që vjen nga komentimet e ajeteve kuranore dhe komentimet e haditheve të profetit, nga transmetimet që kanë ardhur nga sahabët, tabiinët, pra 3 shekuj të fatlum, aty është dituria dobishme. Dhe gjithçka që ti mendon se ke dituri për të, por nuk gjen burim në këto 3 breza, ajo nuk është më dituria dobishme. Është për kufizim ky, nuk është se e nxorra unë, por është për kufizim, domethënë që e kanë përcjell ulemat brez pas brezi. Kurani, fjala e Zotit dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu sallam nuk mund kuptohen ndryshe vetëm se nëpërmjet transmetimeve të tjera nga sahabët, tabiinët, tabiinët, të cilat kanë ardhur për të komentuar fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu sallam.